Finalizohet operacioni policor i koduar Next. Zbulohet një tjetër rast i organizimit të lojrave të fatit në një lokal. Arrestuhet në flagrancë pronari i lokalit i cili organizonte lojra fatit të palejuara me kompjuter dhe tavolin pokeri. Sekuestrohen pajisje kompjuterike, një tavolin pokeri dhe një mjet prerëstik. Shërbimet e komisariatit policisë Vlorë në vijim të kontrolleve intensive për parandalimit dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme në fushën e lojrave të fatit, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Next. Gjatë këtij operacioni u evidentua një rast i ushtrimit të kësaj veprimtarie të jashtëligjshme në ambientet e një lokali në lagjen Isa Boletini në qytetin e Vlorës. Në vijim të veprimeve procedurale, u bë arrestimi në flagrancë i pronarit të këtij lokali, një 33 vjeçar banues në lagjen Pavarësia 3, pasi dyshohet se në lokalin e tij organizonte lojra fati të palejuara përmes pajisjeve kompjuterike dhe një tavolinë pokeri. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 6 pajisje kompjuterike, një tavolinë pokeri dhe një mjet prerëstik. Materialet procedurale u referuan në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.